Më trembi koka e gjestit. Loredana rrëfen gjithë të vërtetën për incidentin me Jozin. Në këtë intervistë ekskluzive, Loredana flet për herë të parë pas ngjarjes që tronditi gjithë publikun shqiptar, për plasja e Jozit me gjestin brenda shtëpisë së Big Brother VIP. E emocionuar dhe mjaft e sinqert, ajo ndan gjithçka. Jozi nuk ishte mirë emocionalisht, më kërkoi të isha pranë. E kuptova që ai nuk ishte vetvetja atë natë. Loredana pranon se ishte tronditur nga skena e fortë. Më trembi koka e gjestit, nuk dija ku të futesha. Ishte shumë e rëndë për mua si grua, si njeri, si partnere. Por ajo nuk ndalet me kaq. Në rrëfimin e saj të ndjer, flet edhe për marrëdhënien me Jozin. Lidhja me të nuk ishte gabim. Kam mësuar shumë dhe kam ndjer emocione që s'mi janë dhënë kurrë më parë nga askush tjetër. Edhe kur ishte me një tjetër, nuk e hoqa nga mendja. A është ende në zemrën e saj? A do të ketë vazhdim për këtë histori dashurie të trazuar? Mos e humb këtë rrëfim të sinqert dhe plot emocione që po bën xhiron e rrjetit.